Kam nderin që t'ju përshëndes në hapjen e kësaj tërheqësie shkencore me temën ballafaqimi me të kaluarën, burimet, programet dhe pedagogjia 1990-1999. Është një temë e rëndësishme të veçantë për historinë, kujtesën kolektive dhe edukimin tonë si shoqëri. Periudha që pasoi vitin 1990 të përbën një fazë thelbësore në historinë e vendit tonë. Është një kohë ndryshimesh vendosore, politike, shoqërore dhe kulturore. Në këtë kuptim, ballafaqimi me të kaluarën nuk mund të mbetet thjesht një çështje e arkivave apo e një historie të mbyllur. Përkundrazi, është një sfidë sidomos për të gjithë studiuesit e kësaj periudhe. Në këtë kontekst, teza sotme synon të hedhë dritë mbi burimet dokumentare që kemi në dispozicion, programe që janë ndërtuar për të adresuar këtë të kaluar dhe rolin që luan pedagogjia si në shkolla ashtu dhe në hapësirat publike në formimin e brezave të rinj. Diskutimet që do të zhvillohen sot pritet të hedhin dritë mbi përpjekjet ndërdisiplinore që kërkon kjo tematikë dhe të kontribuojmë në ndërtimin e një baze më të gjerë për avancimin e kërkimeve dhe studimeve të mëtejme, si dhe për ndërgjegjësimin shoqëror. Duke ju falenduar për pjesëmarrjen dhe kontributin tuaj, urojmë punime të mbara dhe debate sa më të fërtshme. Faleminderit edhe një herë. Deshta me nënvizu që s'paku pra stadion është hera e parë që organizatat e shoqërisë civile bashkëpunojnë ngushtë në mënyrë formale me institucionet dhe akademinë. Është besoj një hap i parë që mendoj që pas kësaj tërheqësie do ta trasojmë mundësitë e bashkëpunimit edhe në tatmen, sepse është jashtëzakonisht e rëndësishme që ballafaqimi me të kaluarën të trajtohet në të gjitha nivelet e edukimit. Dokumentimi i ngjarjeve të së kaluarës shndrohet në një mekanizëm kyç për ndërtimin dhe ruajtjen e kujtesës kolektive, duke shërbyer si themel për mirëkuptimin historik dhe si një mjet për promovimin e paqes së qëndrueshme, pajtimit të afatgjat dhe zhvillimin demokratik të shoqërisë. Kujtesa kolektive i referohet një trupi të përbashkët një urish dhe informacioni mbi të kaluarën, i cili ruhet dhe transmetohet nga një komunitet. Ndryshe nga kujtesa individuale, e cila është personale dhe subjektive, kujtesa kolektive është një konstrukt shoqëror, që përcillet ndërbreza dhe shpesh institucionalizohet përmes sistemeve kulturore, arsimore dhe politike. Në shoqëritë që kanë përjetuar luftë të dhunshme, kjo formë kujtese shpesh cënohet nga ndërprerjet, shtrembërimet ose manipulimet ideologjike e palëve të përfshira. Grupet të ndryshme shoqërore mund të promovojnë narrativa të kundërta duke mohuar krimet e kryera apo duke përzgjedhur elemente të caktuara të së kaluarës për të justifikuar pozicionet politike aktuale. Ky është rasti me strukturën politike dhe shoqërinë e Serbisë, e cila i mohon krimet e kryera në Kosovë dhe në vendet e Jugosllavisë, Kroaci dhe Bosnjë, duke prolonguar me këtë rast pajtimin ndërmjet popujve, ndryshimin e narratives nacionaliste pro luftës dhe përqafimit të një politike të vërtet integruese evropiane dhe demokratizimit të vërtet të shoqërisë dhe shtetit. Pas luftës së vitit 1998-99, Kosova u shfaq si një nga shoqëritë më të shkatruar në Evropë, e shënuar nga krime kundër njerëzimit, polarizimit etnik, shkeljeve të mëdha të drejtave të njerëzit për 2 dekada dhe narrativa të kontestuara të së kaluarës. Në këtë kontekst, dokumentimi i ngjarjeve të luftës, veçanërisht krimet e kundër njerëzimit të kryera kundër popullit shqiptar të Kosovës, spastrimit etnik dhe shkatrimit të shtëpive, ekonomive familjare dhe të trashëgimisë kulturore, ka qenë thelbësore për ndërtimin e një kujtese kolektive të mbështetur në të vërtetën dhe njohjen zyrtare. Ne si shoqëri shqiptare nga viti 1878 tutje, duke pasuar me luftrat ballkanike, luftën e parë botërore, periudhën mes 2 luftrave, pastaj luftën e dytë edhe represionin që është bërë ndaj kësaj shoqërie në vitet e 80-ta, kemi dështuar që ta dokumentojmë mirëfilli me një metodologji shkencore gjithëpërfshirëse, edhe mendoj që është një prej problemeve bazë edhe që tregon se si shoqëri as në periudhën e pas luftës së fundit në Kosovë nuk është që e kemi pasur një traditë ose një kulturë të dokumentimit mirëfill të krimeve të kryera gjatë luftës së Kosovë. Megjithatë,
fatmirësisht, lufta e Kosovës, e fundit në Kosovë viteve të 90-ta, ka qenë më dokumentuar se sa ndoshta edhe gjitha luftrat e tjera që kanë ndodhur në ish Jugosllavi, kjo për disa arsye, njëra prej tyre është edhe intervenimi i NATO-s që me automatizëm ka ngritë, si me thonë, kurreshtjen edhe gatishmërinë e akademikëve, po edhe mediumeve të ndryshme ndërkombëtare, të cilat pastaj kanë pas fokus Kosovën dhe kanë kontribuar kështu në dokumentimin e krimeve të kryera gjatë luftës në Kosovë. Procesi tjetër, kur jemi te vlerësimi i gjendjes aktuale që ka ndodhur në periudhën e pas luftës, është institucionet tona fatkeqësisht nuk kanë arritur që ta krijojnë një mekanizëm i cili do të merrej ekskluzivisht me këtë çështje, edhe kur është krijuar nuk është dëshmuar që të jetë shumë i qëndrueshëm, do të thotë ka funksionuar për periudha caktuara, pastaj është ndërprerë. Megjithatë kemi qenë me fat që në shoqërinë tonë kemi pasur njerëz të vullnetit mirë, pastaj organizata jo qeveritare, besa edhe mediume që në një formë ose tjetrën kanë arritur që të mbledhin dëshmi dhe dokumentacione që dokumentojnë krimet e kryera gjatë luftës në Kosovë. Kështu që gjendja, unë si e vlerësoj gjendjen aktuale, është mirë nëse e krahasoj me boshllëqet që i kemi pasur në dokumentimin e luftave paraprake, por jo ashtu si që ka mund tjetë dhe si që ka qenë dashur që të jetë sa i përket dokumentimit. Kryesisht për shkak të mungesës, si thash, të një tradite të dokumentimit të mirëfillt, për shkak të mungesës së iniciativave institucionale që në mënyrë të strukturuar edhe profesionale të adresojnë këtë çështje. Ajo që ka kujtojmë nga kaluara, na formon si individ, edhe si pjesëtar të shoqërisë. Mënyra se si njerëzit përkujtojnë të shkuarën nuk reflekton vetëm të tashmen, por edhe ndikon mënyrën se si e ndërtojnë tallmen. Prandaj kujtesa kolektive luan rol kyç në formimin e identitetit kolektiv dhe të qëndrimeve apo bindjeve politike. Ka shumë studiues, sidomos gjerman, për shkak edhe përvojës së tyre që kanë kontribuar në këtë aspekt, unë do të isha ndar vetëm te një studiuese Aleida Asman, cila identifikon 4 nivele të kujtesës, pra individuale, sociale, politike dhe kulturore, derisa 2 të parat kanë të bëjnë me një përvojë personale ose kanë të bëjnë me eksperjencat jetësore. Kujtimet politike dhe ato kulturore janë të bazuara në simbolik dhe përfaqësimet materiale. Në këtë aspekt janë sidomos sistemi edukativ, por edhe memorializimi ose ceremonitë përkujtimore të ndryshme. Prandaj, çfarë kujtojmë, se kujtojmë dhe cilat histori ose narrativa, simbole përzidhen për të transmetuar, ka rëndësi të madhe për zhvillimin e shoqërisë, po është rol të madh në përcaktimin e raportet e pushteteve, pra nuk është neutrale. Në këtë aspekt, lufta në Kosovë është thelbësore në krijimin e identitetit, edhe pse lufta ka përfunduar më shumë se 26 vjet më parë, ndikimi i saj vazhdon të jetë i dukshëm, diskursin sociopolitik, edhe në qëndrimet e brezit të ri. Ky fenomen njihet edhe si kujtesë e dorës së dytë ose post-memory, cila përshkruan edhe transferimin e përvojave të një gjenerate në gjeneratën tjetër, edhe të ata që nuk e kanë përjetuar ose që nuk kanë jetuar luftën, por i kanë marrë ato përmes rrëfimeve, përmes edukimit, sistemit arsimor, por edhe të një kujtese të përgjithshme kolektive. Në këtë kontekst, po du mi paraqit disa dhëna nga ulëmtimi i parë dhe ndoshta deri sot i vetmi empirik, mbi rolin dhe ndikimin e kujtesës së luftës në qëndrimet e trinjve në Kosovë, studimi i cili bazohet nga dhënat e mbledhura përmes anketës dhe kryer në kuadër të nismës së trinjve për të drejtat njerëzit. Në që rast e falenderoj shumë Marigonin për këtë mundësi edhe për bashkëpunim. Kjo është kry në prill maj vitit të kaluar, megjithëse 807 të anketuar, edhe anketa kishte një qëllim edhe informativ, edhe studius në normal, për mi po aspektet e ndryshme se si kanë ndiku kjo kujtesë kolektive të tri të bindjet e tyre, të qëndrimit të tyre, edhe se si kanë kriju këto opinione. Pra kujtimet e luftës
qysh ka ndiku në marrëdhëniet edhe ndërmjet gjeneratave, po edhe drejtnike dhe mënyrën e paqes dhe pajtimit përgjithësi. Mosha të anketuara ka qenë 18 deri në 30, me një moshë mesatare për 23.8, edhe rezultatet e anketës kanë qenë mjaft interesante, sepse kanë nxjerrë në pa disa dallime të konsiderueshme në moshë, edhe sidomos në aspektin etnik. Pra ka pas qëndrime diametralisht të kundërta mes të rinjve shqiptarë dhe të rinjve serbë në Kosovë, lidhur me perceptimin për luftën, ndjekjen penale të krimit luftës, edhe mënyrën se si ballafaqimet kaluarën kanë ndikuar në krimin e një pajtimi së një paqe. Shumica e anketuarve kanë treguar se informatat për luftën i kanë marrë nga prindrit. Dhe kjo është besoj shumë thelpsore, sepse tregon që qoftë prind, qoftë anëtarët e ngushtë familjes i kanë transmetuar këto edhe kanë qenë në mënyrë subjektive. Ballafaqimi me të kaluarën dhe problemet që dalin nga ballafaqimi i të kaluarës, mendoj që duhet të përfshi një periudhë më të gjerë, spaku nga viti 1878, kur fillojnë në mënyrë serioze përplasjet shqiptaro-serbe. Në këtë kontekst, në kujtesën historike tonën, dhe në evidentimin e krimeve që janë bërë në këtë periudhë, unë mendoj se një vlerë të posaçme dhe një rrumbullakim të tërë kujtesës historike të shqiptarëve dhe të Kosovës sidomos, duhet të përfshi e tërë e kjo periudhë. Pse unë mendoj se duhet të përfshihet e tërë kjo periudhë në mënyrë që ta qartësojmë dhe ta rrumbullakojmë tërë atë që e quajmë kujtesë historike në kuptimin e krimeve të luftës të bëra kundër shqiptarëve. Një nga faktet që duhet ta kemi parasysh kur merremi me problemin me këtë problematikë dhe lidhur me evidentimin, lidhur me shkrimet shkencore që merren me këtë problematikë, duhet ta kemi parasysh disa fakte. Nga studimet që janë bërë, që kanë bërë unë personalisht në rrafshin e Dugazhinit, në rajonin e rrafshit Dugazhinit, ku kam punuar edhe si gazetar, por edhe si studius, del se 94% të familjeve aktuale të rrafshit të Dugazhinit kanë përjardhje nga ato familjet bazë, në të cilat spaku kanë një të vrarë nga pushteti serb. Ndërsa 64% të këtyre familjeve kanë 2 e më shumë të vrarë. Do thotë, jo familjet aktuale, por familja ime, e imja, unë dhe gruaja me fëmijë, kemi përjardhje nga një familje në të cilën spaku kemi një viktim të vrarë nga pushteti serb nga viti 1911 deri në vitin 1999. Gjithë këto ngjarje, do të thotë, ende janë evidente, ende janë të gjalla, ende rrëfehen, ende krijojnë një kulturë specifike të gjendjes emocionale, të gjendjes kulturore, të gjendjes sociologjike e kështu me radhë. Prandaj unë mendoj se për ta rrumbullakuar tërë problemin e kësaj që ne e quajmë drejtësia tranzicionale,
tranzicionale, atër mendoj se duhet të qasim i problemit që nga vitin 1911 deri në vitin 1999.